Liridon Fetahi, ky djali në foto, është arrestuar në Kosovë ditë më parë. Liridoni kërkohet nga Danimarka në ndyshimet për vrasje dhe pjesëmarrje në grup kriminal. Në media është raportuar si dyshuar për vrasje me pagesë. E kam intervistuar avokatin e Liridon Fetahit, Ilir Tahirin, i cili e shpjegon çështjen nga perspektiva e mbrojtjes. Dëgjoni deri në fund pasi avokati Tahiri flet për takimin me Liridonin, shkresat e prokurisë dhe shqetësimin që kanë familja e Liridonit. Rasti për të cilin po flasim është ende në fazë hetimore dhe është shumë e rëndësishme të theksohet se personi që unë përfaqësoj gëzon prezumimin e pafajësisë. Në këtë fazë paraburgimi është caktuar mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar për të cilin ne si mbrojtje deri më tani nuk kemi pasur qasje. Është të mësohet të sqarohet nëse ky urdhër arrest është valid, nëse ka afat dhe mbi çfarë provash konkrete mbështetet. Akuzohet për vrasje, mirë po jo për vrasje me pagesë. Ne si mbrojtje dua të theksoj se nuk kemi asgjë nga provat, të cilat Prokuroria Speciale e Kosovës i ka potencuar në seancën e paraburgimit që i ka ato dhe i ka marrë nga shteti i Danimarkës, mirë po ne si mbrojtje, pra siç e thashë më herët, jemi të pabarabartë në këtë proces, për faktin se ne nuk kemi asgjë nga shkresat e landës, madje as urdhër arrestin, mbi bazën e të cilit është caktuar edhe masa e paraburgimit për klientin tonë. Sipas prokurorisë, personi në fjalë është i kërkuar nga Interpoli dhe ka një flet arrest apo një urdhër arrest ndërkombëtar nga shteti i Danimarkës. Etiketimin se nga e morën nuk e di, sepse ne etiketim tillë as ne si mbrojtës nuk kemi mundur ta hasim madje as në shkresat të cilat i posedojmë e i kemi marrur nga avokati i klientit tim në Danimarkë. Në seancën e caktimit paraburgimit, klienti im përveç tjerash është deklaruar i pafajshëm për këtë rast. Për këtë rast do të kemi parasysh se ka persona të dënuar me burgim të përjetshëm në shtetin e Danimarkës. Duhet të theksojmë faktin se në shtetin e Danimarkës kjo procedurë ndaj klientit tim është në fazën hetimore. Për momentin ne mendojmë që janë duke ju shkelur të drejtat klientit tonë, se në raste të tilla kur caktohen paraburgime të tilla apo kur kryen arrestime të tilla, gjëja e parë që do të bëhet është prezantimi i urdhër arrestit ndërkombëtar. Klienti im është shtetas i Danimarkës dhe është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut me kombësi shqiptare. Shqetësimi më i madh i familjarëve është etiketimi, siç e përmendet, pra vrasjes me pagesë. Familja e të mbrojturit tim janë një familje e respektuar dhe me një kontribut në Maqedoninë e Veriut dhe kësaj me anë të këtyre etiketimeve dhe lajmeve ju prishet apo ju dëmtohet reputacioni familjar dhe për këtë janë të shqetësuar.